qojnë vendin e duhur, sepse besoj që ka dhe të tillë që nuk e qojnë aty ku duhet. Sepse me të vërtetë unë jam me pajtime që ka shumë shoqata që kanë shëndonë në biznes, edhe në hima shumë për qëllime personale, që nuk e kam për shembull një provojë siguron që kam familjare, edhe besoj që inspektoriati i shtetit do të më angazhu pak më shumë me i kontrollu, se shkaku i shoqatave ose fondacioneve që pikërisht përdorin, ka herë edhe na që po jemi shoqata që punojmë drejt, punojmë hakikat me mish me shpirt, edhe shkaku që tjerë domethënë i përlyjnë edhe i lojnë njolla, mandej edhe na që jemi drejt e tu punu drejt, nuk e kemi mundësinë me dalë në pa që me mujt me kontribu dhe njëtin amanetin me çu vendin e duhur. A bën për publikun më na shpjegu kush janë, si quhen, nga vijnë këta që janë sonte këto. Po fillojna me shkrish ma problemi. Muhameti më tha ku e ki Alltinjen, a më tha që shtu? Për këshyre emisionet e mija? Po, Kreta? Po. Cilët ka pëlqy ma shumë? Me dorsën, që ki që arti. Me dorsën me Alltinjen. Ka kop dojt. Dojt policia këto. Bravo. Bravo, shumë ka për Muhameti. E tjetër emision, cilët ka pëlqy? Drejt ka të zonë. Tjetër emision, vëroje qëtë arti. Po. E aj që ka desh më vro me Alltinj? Edhe aj po? Po. Muhameti është prej Fushkosovës. Prej Fushkosovës. Sa vjeç? 18. Afërdita më veç për një me gjithë publiku e një është pikture e mrekullueshme. E gjithanshme, jo vetëm pikture. E gjithanshme është. Edhe është shoqë edhe mikesha jam. Ja e kam pasur me një intervistë. Edhe sonte shumë i qerë. Kena me shti me knu ma vonë, se dhe me knu kjo. Të qirkire me kom. Përparimi është prej vitis. Prej konkretisht fshatit? Fshatit Slatin. Dhe më thonë nga vijone, përparimi është bashkëvendase jemi. Po. Përparim? Edhe jemi të edhe kumor të këshia, përparim në Bishtane. Faleminderit shumë përparim që ka orë sonte. Edhe? Për mundësin që në keni dhonën, edhe shëndëri shumë. Faleminderit shumë. Tjetëri me Syza? Orbri. Orbri është prej vitis. Orbri nëse s'ka bëj e ka durën në lindë bëha? Veç pak. Nuk ka shumë. Nuk ka shumë. Habibja, edhe kjo është prej vitis. Habibi, cilit ka tonë? Viti. Bash viti qytet, a? Si e ka tonë olë, siguron, a? Nuk e ka tonë olë, si na, a? Jo. Habibja e ka një energji shumë të mirë, se zakonisht në çdo aktiviteti unë e ftoj çdo herë, se është shumë pozitive, është shumë e dashne, dhuron shumë përqafime. Shumë. Është shumë e sinqertë edhe nuk priton asnjëherë. Po, edhe ishin energji krejt më rëbur? Po. Tanku, po falqin, po... Sa dre, unë për veti, sa jom ofër këtyne, unë e logarisë që jom ofër familjes teme, mbi gjitha, unë ishën sikur enjoy, se janë shumë pa djallëzum. Se dhe kështu në realitet, për shembull njëri, njëtën e përditshme, për shembull na nëse s'kemi një problem shëndetësor, djallëzu ma kalaj, se kemi punë me gjithë kanin, ndërsa këta nuk kanë edhe mëllësi dhe me dosh mu djallëzu, nuk mu djallëzu. Se Zoti i ka lënë të veçantë edhe për mu janë enjoy. Shumë e vërtet, se për shembull edhe Muhametin, për shembull, ta shkata që kanë zamër e thujnë. Unë edhe kur më shku te Muhameti për mja dërgu një karocë, po, realisht, besom Zot asnjë përqind nuk ka ditë mua anku në asnjë aspekt. Ndoshta mundësin 50 herë e ka pas, vështërësit i ka pas ndoshta shumë atërona se sa na, edhe ky u kon ai që u dosh mua anku, por realisht asnjë përqind nuk ka ditë mua anku. Dhe më thonë si më shku të kë, për herë parë në shpe, minëherë na ka prit me busqeshe, na ka përqafu, s'ka ditë mua anku për kur gjo, na ka respektu, edhe sot kur i kom thonë për iftar, minëherë më s'ka prit me pranu ftesën, edhe më ka thonë shkurt a jetë orë më na marrën, edhe minëherë u bogati. A keni, po t'i vesmi kështu, a ka naj kërkes këta për shembull përveç teje, a ka naj kërkes për shembull për qeverin, për politikan që më ndihmu me do ndim, ata vetë me Muhametin, a cilë me vetë, afërditën. Që për afërditën për vesmi, se ke ma shuqe? Unë veç ju i thonë edhe atyne, ju apë një kërkes edhe një lutje që dhe të hecin mos rrinë me politiko, mos bujnë politika, mos bujnë sana, po dhe të vazhdojnë për para. Se shembull që kam me shku jashtë vendit, nuk unë kam, alas nuk kam bu kur gjë, unë kam dhënë ndim për me shku për shkarim. Plus të ashti, prej 375-ve më kanë qitë 100 euro pensionin. Të kanë zogju të më thonë? Më kanë hikë pensionin. Edhe vllovi tamja kanë zogju. Pse ashtu? Ku i dione pse? Që qeveria këto ole, a? Qeveria po. Unë para 2 javë që ne kanë dhuru një kombi, Liridon Bakiu prej PES. Atë kombi do ta shfrytëzojmë për ndihma dhe për aktivitete që i mojmë në përvende ndryshme. 1100 euro kum pagu dogan.
Edhe që ato mjete kanë qenë nga donatorët, mirë po unë mendoj që shoqatave i vështërsohet rrugtimi i tyre për me kontribu, sidomos për këtë komunitet, nëse na qesin dogane dhe neve. Realisht një veti gjysë, do më thonë tash është bu edhe shoqatat me pagu jo me qitë dogana sana. Po. E çka keni naj mesazh të mirë para iftarit, a vërtet? Mos si që jim, Po? që jetë ullë për politikat, faktikisht kur bosh ku zgjedhje edhe neve për në kërkujnë votën, veli tash e ka nisën edhe tash nuk pëcekum me politikën se me emër edhe shkrujnë tirin telefona, që kërkujnë votën edhe qojnë numrin se të kanë me votu. Tash ti mos si që për në kërkujnë votën ta bëjmë një kompromis me ta, e atëherë unë si cëllën herë që më kanë shkruaj ku më pyetëm se çka keni para po për personat të veçanta ju që për kërkoni votën tonë. Besoj që ka pas rast që s'kan dhënë kurrë përgjigje. Mos edhe na i votojmë, le të na i përmirësojmë pak ka shumë kushtet. Nuk jemi që lipëm shumë. As nuk jemi të lipën 100% më plotësuese, faktikisht as shtetet më të zhvilluara nuk i kanë as këtë kushtet që do të për personat të veçanta. Mirë, për pak të plotësohet çështja punësimit, çështja infrastrukturës, çështja shëndetësisë që janë të nevojshme për një jetë pak më të dinjitetshme. Orbër, ai po ta Orbër fakt. Orbër, ti kina i kërkesë. Gjithashtu edhe na kam kërkesë sigurisht, ju bëj apel domethënë shtetit qeverisë të Republikës të Kosovës që me kriju mundësi sa më shumë punësimit për personat me nevojë të veçanta aty në ju përshtatet për me punu çat punë që ata mund me kry. Kjo kishte më qenë. E vërtet. Kërkesa. Kush prej shkurta po besoj ti thash edhe më herët ti i agjerueshëm. A vërtet? Po. Edhe ti a? Po. Deri doni po, me ti po, ekipa po. Sa është edhe pak me pres me iftarin. Okej. Edhe sa minuta leri dan? 5 minuta. A 3 minuta? A 3 minuta po thonë te iftarit e di. Ç'është për mane, domethënë a ki vështirësi? Jo. A ke që so vjet atë gjëra? 50 vjeçë. 50 vjeçë. Kur si ke prishë? Ti shkurt? Pej moshës 9 vjet. Edhe jo veçon po dhe vllovi që është domethënë me nevoja të veçanta. Edhe ai agjeron? Bile me bu mi thu me prish, çati qëllon dorë gjun, çati që e agjeron me bindje. Këta tjerë? Po. Edhe teja? Që so vjet? Unë e pi 14 vjet. Agjeron? Apo ki vështirësi apo mundesh? Jo. Nëse e kena vendos, Zoti na ndihmon. E vërtet. Sa deri këta janë më shumë të lidhur me Zotin. Se na. Kështu që edhe Zoti i ndihmon më shumë. Po, bindjen, besimin e dashnin ndaj Zotit këta kanë shumë atë fuqi. Kush për juve për shembull e den ai duv para iftarit? A e den ai kush na i duv? A vërtet? Ja, Allah vërtet as unë. Jo, a? Veç po të kallëzoj sa vërtet u lidh se ke jem kom pazar të një unionit. Kush e den i duv për shembull, cilën dush? Me ra çfarë deta, me ra. Shkurta, den ai kush na njëoni për ty?